Kreu LSDM-s akuzon kryeministrin për krizën energjetike. Mickoski thotë se Filipçe duhet të japë shpjegime për politizimin e Komisionit Rregullator të Energjetikës. Kryeparlamentari Afrim Gashi ka thënë se pritet që qeveria t'ia dorëzojë Kuvendit në janar propozim ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Bilal Kasami deklaroi se po shqyrtohen disa opsione për shkrirjen e vlenit në një parti. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë njoftuar se faza e dytë e marrëveshjes për gazën do të fillojë në janar. Të nderuar shikues, përshëndetje. Dy krerët e partive më të mëdha maqedonase janë përplasur sot verbalisht në kuvend për krizën energjetike. Kreu LSDM-s Venko Filipçe pyeti kryeministrin përse edhe pas thuajse 2 vitesh qeverisje nuk bën asgjë për ta përforcuar sektorin energjetik. Ndërkohë Mickoski e udhëzoi Filipçen që ta pyesë antarin e ri të udhëheqësisë së LSDM-s, i cili është vëllai i kryetarit të Komisionit Rregullator të Energjetikës. Në kuvend sot është zhvilluar seancë për pyetje të deputetëve. Kriza energjetike dhe rritja e çmimit të rrymës ka përplasur kreun e partisë opozitare maqedonase LSDM dhe kryeministrin Christian Mickoski. Venko Filipçe e pyeti kryeministrin se pse edhe pas pothuajse 2 vite qeverisje nuk bën asgjë për ta përforcuar sektorin energjetik për prodhimin e rrymës dhe pse nuk prodhohet më kapacitet maksimal, si pasojë së cilës tani importohet rrymë të shtrenjtë dhe është shpallur gjendje krize. Nëse në periudhën tonë të qeverisjes, në krizë të madhe, kur çmimi i rrymës ishte 5 ose 6 herë më lart, kishte sukses që të kontrollohet, në vend që tani të zbres, nëse pas keni pasur kaq kapacitet të menaxhoni sistemin, është dashur ta bani këto vitet e fundit, që tani qytetarët të mos kenë harxhim shtesë në faturat e rrymës, nuk ka justifikime, nuk e di si nuk e kuptoni kjo qasje, këto spine, ama ju jeni fajtor, nuk kalojnë, nëse ka kriminal do të përgjigjen, ju duhet t'i rrekeni punës. Ndërkaq, sa i përket shtretimit të rrymës, Mickoski e udhëzoi Filipçen që ta pyesë antarin e ri të udhëheqësisë së LSDM-s, i cili është vëllai i kryetarit të Komisionit Rregullator për Energjetik, që është trup i pavarur. Pse shtretimi i rrymës? Për këtë pyetje, zoti Filipçe ndoshta më së miri do të përgjigjet antari i ri i Komitetit Ekzekutiv, zotri Bislimovski, i cili është vëllai i kryetarit të Komisionit Rregullator Marko Bislimovski. Komisioni Rregullator i Energjetikës, sipas ligjit dhe kushtetutës, është trup i pavarur. Nuk e di pse ma drejtoni mua këtë pyetje. Supozoj se duhet t'ia drejtoni Marko Bislimovskit, vëllait të cilit tani është bashkëpunëtori juaj në Komitetin Ekzekutiv, apo siç quhet bordi juaj i LSDM-s, dhe shpresoj se ai do t'u jap një përgjigje më të saktë se unë, dhe pse manipuluat opinionin me shtretimin mbi 5%, mbi 10% e në fund nuk doli ashtu, por doli vetëm 2%. Supozoj se edhe për këtë ata mund t'ju japin përgjigje. Shqetësimin për shtretimin e rrymës dhe shpalljen e gjendjes së krizës për mazut e ngriti edhe deputetja e Frontit Evropian Rina Hajdari, duke pyetur ministrin e Energjetikës se çfarë kanë bërë gjatë të gjithë verës që të mos e vinte puna deri në këtë pikë. Ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat pritet që në muajin janar të propozohet nga qeveria në kuvend. Këtë deklaroi kryetari i kuvendit Afrim Gashi, i cili ka sqaruar se kjo është bërë më e lehtë pas marrjes së dritës jeshile nga Komisioni i Venedikut. E u bëri thirrje grupeve parlamentare që të gjendet vullnet politik dhe në kuvend të zgjedhet avokati i popullit. Kryetari i kuvendit Afrim Gashi beson se ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat në muajin janar do të propozohet nga qeveria në kuvend. Ai tha se ligji ka marrë dritë jeshile nga Komisioni i Venedikut, ndërsa shtoi se kjo është çështje ditësh. Nuk kam informacion sakt, por pas paralajmërimeve se kemi dritë jeshile nga Komisioni i Venecias është çështje ditësh, besoj që brenda janarit gjithsesi do të jetë i propozuar nga qeveria, megjithatë është çështje e qeverisë kur ajo e propozon në kuvend. Gashi foli edhe për zgjedhjen e avokatit të popullit. Ai u bëri thirrje grupeve parlamentare që të gjendet të vullnet politik dhe në kuvend të zgjidhet avokati i popullit.
Kreu i kuvendit e tha se personalisht do të angazhohet për të gjetur një zgjidhje për këtë çështje, sepse është një institucion i rëndësishëm dhe se është e papranueshme që aq gjatë kohë të mos e ketë udhëheqës. Što se odnesува до процедурата и до собранието. Sa i përket procedurës, ne kemi bërë gjithçka që ajo të ecë normalisht, por po përballemi me vullnetin politik të partive politike. Ju e dini që duhet të votohet me shumicë dhe me një bazenter të madh, 20 deputet nga komunitetet. Po e shfrytëzoj këtë mundësi përmes jush mediave të bëj thirrje deri të gjithë partitë politike që tash bllokojnë këtë proces, të ulen aktorët politik të gjejnë zgjidhje, mbi të gjitha le të jemi të ndërgjegjshëm ndaj një institucioni shumë të rëndësishëm siç është avokati i popullit. Nga shqipre që kjo të ndodhë sa më shpejt e jetë e mundur dhe ai tha se më njëherë do të caktoj seancë duke sqaruar se pika është në rend të ditës edhe do ta votojnë që të mund të funksionoj edhe në lidhje me zgjedhjet e përsëritura që janë në 11 janar. BDI reagoi ashpër ndaj vendimit të Ministrisë së Marrëdhënieve ndërmjet bashkësive për largimin nga punat 7 punonjësve shqiptar, duke cilësuar atë si veprim të qëllimshëm dhe diskriminues. Nga BDI-ja kërkojnë ndërprerjen e menjëhershme të praktikave diskriminuese në atë ministri, rikthimin pa kushte të punonjësve të larguar padrejtisht, si dhe hetim të plot institucional dhe përgjegjësi të qartë politike për atë akt flagrant të diskriminimit. Bashkimi Demokratik për Integrim pretendon se Ministria e Marrëdhënieve ndërmjet bashkësive, me të cilën udhëheq Ivan Stojkoviqi, ka larguar nga puna 7 punonjës shqiptar. Përmes një komunikate për media, BDI theksoi se ky vendim përbën një goditje të drejtpërdrejtë ndaj parimeve të barazisë, bashkëjetesës dhe përfaqësimit të drejtë, dhe siç thonë ata nuk mund të justifikohet me arsyetime të pavërteta dhe fyese për opinionin publik, siç është pretendimi për një të ashtu quajtur masë disiplinore. Që nga dita e parë e formimit të kësaj qeveria dhe marrja e këtij dikasteri nga ministri Stojković, punonjësi shqiptar flasin për një realitet të njohur tashmë, izolim të qëllimshëm në një kat të vetëm të ministrisë, mungesë totale të kushteve bazë të punës, presion të vazhdueshëm psikologjik dhe frikë permanente nga largime selektive. Vendimi sotëm vetëm sa konfirmon këtë praktikë të qëndrueshme dhe të mirë organizuar. Ironia është rënditëse dhe politikisht e rrezikshme. Ministria që ka për mision mbrojtjen e barazisë ndëretnike po shndrohet me vetëdije në shembull flagrant të shkeljes së saj. BDI gjithashtu cek se ky veprim nuk është as i rastësishëm dhe as individual, por që pasqyron një qasje që cënon drejt për drejt frymën dhe parimet e marrëveshjes së Ohrit. Partia opozitare deklaron se përgjegjësia nuk bie vetëm mbi ministrin Stojković, por edhe mbi partnerët e tij qeveritar, në veçanti VMRO Vlen, ku siç thon ata, heshtja e tyre përballë këtij skandali është po aq alarmante sa vetë veprimet e ministrit dhe përbën bashkëpërgjegjësi politike. Kryetari i BDI-s Ali Ahmeti ka akuzuar VMRO të Vëmanem për fushata përçarëse ndaj BDI-s dhe tha se për dekada politika maqedonase ka qenë ndikuar nga Beogradi. Gjatë emisionit Debat në Shenjë, Ahmeti tha se për 50 vite maqedonasit kanë qenë vazal të Beogradit. Kryetari i BDI-s Ali Ahmeti këmbgul se partinë e ka reformuar dhe mburret për faktin sepse, siç thot, është partia e vetme në vend dhe rajon që ka bërë 80% ndryshime. Në emisionin Debat në Shenjë, Ahmeti tha se aktualisht BDI është më e fortë se kurrë. Pa ma thuni mu ju, a ka parti politike këtu në vendin tonë edhe në rajon që bën 80% ndryshim të udhëheqjes partisë me 32.000 antarë? Nuk ka. A një shoqat me organizu zgjedhje, një klubi futbolli me organizu zgjedhje, po bëhen rezil me zvete. E jo të drejtosh e të organizosh një parti e cila qerek shekulli ka drejtuar me shtetin. Po ka të bën veç Bashkimi Demokratik për Integrim. Kreu i BDI-s u ndal edhe te roli që partit kanë në bashkëjetesën e popujve. Ai theksoi se fushata e VMRO-s 7 vitet e fundit kundër BDI-s është një fushatë e cila nxit ndarje për çarje mes popujve, ndërsa shtoi se maqedonasit këto 50 vite kanë qenë vazal të Beogradit. Qytetarët e rëndom të Maqedonisë, se u duke çudi e madhe se si në shtetin e tyre që kishte kriju politika anti-shqiptare e drejtuar nga Beogradi përmes vazalve të Maqedonës këtu, sepse Maqedonët ka qenë vazal të Beogradit. Kësë ma hek do të kush. Për 50 vite,
Këto kanë qenë shërptor të Beogradit dhe eksperimentet anti-shqiptare laboratori ka qenë në Shkup. Tani janë apliku në Kosovë. I pyetur për pjesëmarrjen e sekretarit gjeneral të VMRO-DPM-s në Kongresin e BDI-s, Ahmeti tha se në Kongres kanë qenë të ftuar të gjitha partitë politike, ndërsa në pyetjen se cilat janë vijat e kuqe të BDI-s për të bashkëpunuar me VMRO-n, ai tha se sa u takon zgjedhjeve, janë të gatshëm në çdo kohë dhe kërkojnë zgjedhje. Janë shtuar zërat që po kërkojnë shkrirjen e subjekteve që përbëjnë koalicionin Vlen në një parti të vetme. Kryetari i Lëvizjes Besa Bilal Kasami deklaroi se janë të fokusuar që të gjejnë modelin më të mirë dhe të ketë dakordsi të plot. Ai ka konfirmuar se një prej opsioneve është modeli i zgjedhjes së kryetarit me rotacion. Kryetari i Lëvizjes Besa Bilal Kasami, njëherësh njëri ndër krerët e Vlenit, ka folur sot për shkrirjen e koalicionit në një parti. Për këtë, ai ka theksuar se janë në komunikim me të gjithë funksionarët e Vlenit, duke vlerësuar se çdo antar i çdo subjekti politik ka të drejtën e plotë që të japë qëndrimet e tij për rrugëtimin e më të qeshëm të Vlenit, që siç tha, të gjejnë rrugën më të shkurtër dhe më të mirë që Vleni sa më shpejt të bëhet një subjekt politik. Para se të përcaktojmë afatin kohor është që të gjejmë modelin më të mirë dhe të ketë dakordsi të plotë, sepse një ndër do të thënë sukseset e Vlenit është që deri tash gjitha vendimet janë marrë me konsenzus të plotë dhe ne nuk duam që edhe në këtë rast të ketë majorizim, edhe pse ka mendime të ndryshme rreth se si duhet jetë të duket leadershipi i Vlenit, ne duam që deri në fund do kësha thënë harmonizojmë qëndrimet dhe në fund të ndalim me një qëndrim të bashkë. Kasami tha se për çështjen e kryetarit të partisë po shqirtohet modeli që të jetë me rotacion. Kujtojmë se nga koalicioni Vlen, disa herë kanë premtuar dhe kanë theksuar se janë duke punuar që sa më shpejt Vleni të bëhet një parti, ndërsa në lidhje se kush do të jetë kryetar, ata në tavolinë i kanë disa opsione. Pas më shumë se një muaj nga zgjedhjet e kryetarit të qytetit dhe pothuajse 2 muaj nga zgjedhja e Këshillit të Ri Komunal, në Struk ende nuk është konsoliduar pushteti lokal për shkak të mosmarrëveshjeve mes partive politike që përbëjnë Këshillin. Kryetari i komunës Mendi Qyra ditë më parë tha se partitë opozitare po i shkaktojnë bllokadat dhe paralajmëroi mundësinë e mbajtjes së zgjedhjeve të jashtëzakonshme për Këshill Komunal. Komuna e Strugës po përballet ende me blokadë institucionale për shkak të mosgjidhjes së kryetarit të Këshillit Komunal, edhe pse seanca konstituive u mbajt me 14 nëntor, asnjë kandidat nuk mori shumicën e nevojshme prej 12 votash, nga gjithsej 23 këshilltar. Aleanca Kombëtare për Integrim ka grupin më të madh me 8 këshilltar, ndërsa partitë qeverisëse VMRO 6 dhe Vlen 4 nuk kanë shumicën dhe kanë mosmarrëveshje mes tyre. 3 këshilltar të pavarur të lidhur me ish kryetarin Ramiz Merko shpesh janë faktor vendimtar. Përkohësisht, seancat thirrën nga këshilltari më i vjetër Nafi Onuzi i koalicionit Vlen, bazuar në ligj, por VMRO-DPM kundërshton mbajtjen e seancave të rregullta pa u zgjidhur kryetari i Këshillit. Për shkak të kësaj VMRO-DPM dhe këshilltarët e pavarur bojkotuan seancën e 10 dhjetorit, ku në fund u miratua vetëm një pikë urgjente për shpërndarjen e fondeve për arsim fillor. Opozita, LSDM dhe Aleanca Kombëtare për Integrim e konsideron situatën si rezultat të pazareve politike dhe mosmarrëveshjeve brenda koalicionit qeverisës, duke paralajmëruar se qyteti po mbahet peng i interesave partijake. Nga ana tjetër, kryetari i komunës Mendi Qyra mohon kërkesat jo parimore dhe shpreh pritjen që partnerët e koalicionit të gjejnë së shpejti një marrëveshje. Kryetari i komunës së Strugës Mendi Qyra ditë më parë akuzoi Aleancën Kombëtare për Integrim se ka bërë koalicion të fshehtë me LSDM dhe listën e këshilltarëve të pavarur të Ramiz Merkos me qëllim paralizimin e punës së Këshillit. Ai paralajmëroi se nëse bllokadat vazhdojnë, do të kërkojë të shkohet drejt zgjedhjeve të jashtëzakonshme për Këshillin Komunal, për çka tha se ekziston dakordsi mes partive të shumicës, por AKI i ka quajtur të pabaza akuzat e Qyrës. Sipas ligjit për vetëqeverisje lokale, Këshilli i komunës mund të shpërndahet me vetë iniciativë, nëse për këtë deklarohen shumica e anëtarëve të tij. Shpërndarja e Këshillit mund të ndodhë gjithashtu nëse ai miraton përsëri një dispozit që më parë është anuluar ose ndërprer nga gjykata kushtetuese.
sjell vendime që rrezikojnë sovranitetin dhe integritetin territorial të Republikës, nuk mblidhet për më shumë se 6 muaj, ose nuk e miraton buxhetin dhe llogarinë përfundimtare të buxhetit deri më 31 mars të vitit vijus. Drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim apelon të pronarët dhe organizatorët që gjatë eventeve për festat me rastin e vitit të ri si dhe gjatë grumbullimeve publike në objektet gastronomisë të veprojnë në mënyrë të përgjithshme dhe të respektojnë plotësisht rregullat për mbrojtjen nga zjarri dhe sigurinë e vizitorëve. Drejtoria ka mes tjerash ka porositur pra pronarët e objekteve gastronomike se është detyrueshme të respektohet plotësisht numri maksimal i lejuar i vizitorëve në ngjarjet organizuara sipas kapacitetit dhe rregulloreve në fuqi. Objektet të jenë të pajisura në mënyrë adekuate me pajisje kundër zjarrit, të cilat duhet të jenë të qasshme për përdorim emergjent dhe të mirëmbahen rregullisht. Korridoret, daljet dhe rrugët e evakuimit të jenë gjithmonë të pastra për qasje dhe pa pengesa. Dyert e daljes për evakuim të jenë të shkyçura dhe funksionale për largim të pandërprerë nga objektet në rast zjarri ose rreziku tjetër. Të respektohet ndalimi i përdorimit mjeteve piroteknike dhe të mos përdoret zjarri hapur në ambiente të mbyllura ose materiale të tjera potencialisht të rrezikshme në kundërshtim me ligjin. Stafi të jetë informuar dhe i përgatitur për veprime në raste emergjente, thuhet në njoftimin e sotëm të Drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim. Vazhdojmë me lajmet. Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka gjobitur edhe me 30.000 euro subjektin lista serbe për shkeljet të kodit e etikës dhe mirësjelljes. Ankesën e ka parashtruar i njëjti subjekt politik Kosovski Savez dhe për të njëjtën arsye si herën e parë ku lista serbe u gjobit me 20.000 euro, po ashtu për shkeljet të kodit e etikës dhe mirësjelljes. Sipas ankesës, aktivistët e listës serbe kanë vendosur material zgjedhor në disa vende në komunën e Leposavicit. Ky subjekt politik ka vendosur material promovues zgjedhor në hapësira publike, shtylla elektrike, vendbanime, stacionet autobusëve, fshatra, objekt në pronësi të agjencisë për privatizim, rrugë publike, sheshe, qendër e kështu me radhë. Lista serbe në përgjigje ka kërkuar nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa që të hedh poshtë ankesën e paraqitur nga subjekti politik Kosovski Savez, duke theksuar se subjekti i tyre politik është gjobitur për të njëjtën shkelje me një gjob në shumën prej 20.000 euro. Po në përgjigjen ndaj kësaj kërkese, paneli zgjedhor ka thënë se pretendimet e listës serbe nuk qëndrojnë sepse nuk ka paraqitur asnjë provë që do të dëshmojnë se ankesa është e njëjtë dhe pamjet janë të njëjta me të herës së parë. Duke mbajtur fjalimin e tij të parë në meshën e Krishtlindjeve nga Bazilika e Shën Pjetrit, Papa Leoni XIV përmendi gjendjen e vështirë të banorëve të Gazës që me javë të tëra përballen me kushte të ashpra dimërore, së bashku me refugjatët dhe personat e zhvendosur në mbar botën. Që kur fjala u mishërua, njerëzimi tani flet duke bërtitur me dëshirën e vet Zotit për t'u takuar me ne. Fjala ka ngritur tendën e tij në të brisht midis nesh, si mund të mos mendojmë atëherë për tendat në Gaza, të ekspozuara prej javësh të tëra përballë shiut, errës dhe të ftohtit, tha Papa Leoni. Ai gjithashtu ndroqi vëmendjen për vështirësitë ngjashme me të cilat përballen refugjatët dhe personat e zhvendosur të tjerë në çdo kontinent, si dhe njerëzit e pastre që jetojnë në strehat improvizuara. I brisht është mishërimi i popullatave të pambrojtura të sprovuara nga kaq shumë luftra në vazhdim ose të përfunduara, duke lënë pas rënoja dhe plagë të hapura, tha Papa. Përfaqësuesi special i presidentit SHBA-s Donald Trump, Steve Witkoff, informoi Izraelin dhe ndërmjetësit se faza e dytë e planit të armëpushimit në Gaza do të fillojë në fillim të janarit. Sipas një lajmi nga televizioni izraelit Channel 13 në Izrael, Izraeli është i shqetësuar se Trumpi do të ushtrojë presion që faza e dytë të vazhdojë pa çarmatosur Gazën. Presidenti i SHBA-s Donald Trump njoftoi më 9 tetor se Izraeli dhe Hamasi kishin miratuar fazën e parë të planit të armëpushimit në Gaza gjatë negociatave që po zhvilloshin në Egjipt. Marrëveshja e nënshkruar në Egjipt ku zhvilluan negociatat
hyri në zbatim më 10 tetor me miratimin e qeverisë izraelite. Pavarësisht të marrëveshjes së ambushimit të arritur në rripin e Gazës, ushtria izraelite vazhdon her pas here sulmet e saj ndaj palestinezëve me pretendime të ndryshme. Të paktën 5 persona u vranë dhe 35 të tjerë u plagosën të mërkurën nga shpërthimi një bombe në një xhami gjatë lutjeve të mbrëmjes në shtetin veriglindor Borno të Nigerisë. Sipas një deklarate në platformën amerikane të mediave sociale Facebook, policia e Nigerisë njoftoi se autoritetet dyshojnë se shpërthimi në Maiduguri, kryeqytetin e shtetit, erdhi si pasojë një sulmi vetvrasës me bombë bazuar në deklaratat e dëshmitarëve dhe gjetjen e fragmenteve nga një jelek i dyshuar si sulmues vetvrasës. Autoritetet po vazhdojnë një hetim për të përcaktuar shkakun dhe rrethanat e incidentit, tha Taso, shteti është goditur prej vitesh nga grupi terrorist Boko Haram dhe grupe të ngjashme. Ishte kjo tëra për këtë edicion kameve të ndëruar shikues, ju vazhdoni qëndroni me televizionin Shenja për të takuar sërish në orat 18:55. Mirëmbëjtje deri atëherë.